Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Të dashur shigjetar, ky lexim është një lexim që bashkon dhimbjen e së kaluarës, një ofertë dashurie dhe fuqinë për të ndërtuar diçka të qëndrueshme dhe të suksesshme. Tre të monedhës, bashkëpunim, ndërtim në grup, në mbështetje, një sinjal që jeta jote nuk ndërtohet vetëm. Ka bashkëpunim aty, ke njerëz që të rrethojnë, që të duan të mirën, janë gati të të ndihmojnë. Dhe ato çfarë dëshironi të ndërtoni nuk ndërtohet vetëm, por në bashkëveprim me të tjerë, të dashur shigjetar. Këshilla e kësaj letre ka njerëz që duan të ndihmojnë, por duhet t'i lejosh të hynë, mos të kesh frikë të ndërtosh me dikë që ka qëllime të ngjashme me ty. Mund të jetë një dashuri e re nga dhimbja duke kaluar, apo të keni besimin prapë në një dashuri të re. 6 të shkopive të dashur është sukses publik, arritje, vlerësim nga të tjerët pas përpjekjeve të juaja. Dhe sikur keni frikë ta pranoni këtë sukses, mos e zvoglo vetëm për të mos shqetësuar të tjerët, ke të drejtë të ndihesh krenar apo krenar për atë që ke arritur. Do thotë, pas një dhimbje, pas një periudhe që ka qenë zhgënjyese për ju, një ofertë që mund të jetë për punë, mund të jetë për dashuri, mund të jetë në çfarëdo lloj gjëje, por një gjë e re që tregon dhimbjen tuaj të dashur. Shikoj ku është 3 të shpatës, mbi një mbjellmë që e kanë vrarë, dhimbje, zhgënjim, ndarje, një plagë që ka lënë gjurmë të thella, siç thash dhe këtu, në zemër dhe që ndikon ende në mënyrën se si lidhesh me të tjerët. Mos ke frikë të kërkosh, pra pusho pak dhe lejoje zemrën të shërohet. Mos u shty drejt lidhjeve të reja pa e përballuar këtë, apo lejoje ata që duan të ndihmojnë, që janë afër, të ndihmojnë që të mund të hapësh zemrën prapë pas kësaj dhimbje. Dhe mos lejoni që të ngujoheni në fakt nga e kaluara në të ardhmen me këtë dhimbje. Pra, kalorësi i kupës, ofertë dashurie, absolutisht ndjen romantike, që mund të thotë dhe për punë, nuk do të thotë patjetër dashuri për çfarëdo që keni humbur, është një ofertë e re, e njëjta nga ajo që keni humbur. Kuptimin e saj, nëse është për dashuri, mendova është dashuri e re, apo nëse është për punë, është punë e re, nuk mendova të njëjti person. Një dëshirë mbrëmshme për të lidhur emocionalisht. Kjo tregon, këshilla e kësaj thotë mos refuzo dashurinë nga që ke përjetuar një të keqe, mos refuzon një punë nga që mendon që do jetë si ajo që ka qenë. Jeni të kujdesshëm por jo të mbyllur. Ka ndjenja të sinqerta në ajër nga ky person, lejoj të afrohen absolutisht nëse janë përputhje me atë çfarë kërkoni ju vetë, por që ka dashuri të reja, ka mundësi të reja të dashur shigjetar këtu. Dhe mbretëresha e monedhës, qëndrueshmëri që sjell në këtë lidhje, në këtë punë, çfarëdo që është të dashur shigjetar, për të kujdes për të aftësi për të menaxhuar ndjenjat dhe realitetin me maturi, më në fund të dashur shigjetar, nga që këtu shikoj pak se si të ngujuar nga ato çfarë keni përjetuar dhe sikur keni frikë të besoni më në atë çfarë keni humbur. Të jeni kujdestar për veten dhe të tjerët, por mos harron të ushqesh dhe stabilitetin tënd. Do thotë gjitha kjo çfarë po vjen, do kujdesesh, do rikthehet dëshira për të kujdesur për një tjetër, në dashuri, në punë apo çfarë do të jetë, por mos harrojmë për veten tonë. Dhe 4 të shkopive, që është vetë stabiliteti, shtëpi, stabilitet, festë, gëzim me të tjerët, është një energji harmonike që sugjeron siguri apo pasqyron. Këshilla këtu, kthehu tek rënjet e tua, aty ku ke qenë para kësaj dhimbje, aty ku ke qenë gjithë jetë, plot besim. Jep rëndësi lidhjeve që të bëjnë të ndihesh si në shtëpi, qoftë familja, partneri apo komuniteti ku gjendeni. Ka diçka dhe do të ketë diçka për të festuar, jo më dhimbjet, ato do përpunohen, do kalojnë, do kapërcehen.
mos ndërto vetëm jetën, por bashkëpuno. Suksesi është duke ardhur dhe pranoje pa ndrotje, nga që nuk do ndodhë prapa kësaj radhe keni marrë mësimin e duhur të dashur shigjetar.